Përshëndetje, mirë se u gjete gjithve. Në këtë të shtunë, do të kemi një temë shumë të bukur, jam e sigurt që bëhet fjala për dashurinë dhe për libra. Do të kemi një kombinim të të dyjave, sepse javën e ardhshme, ne kemi hyrë ndërkohë në muajin e dashurisë që konsiderohet tashmë muaj shkurt. Por java e ardhshme është pikërisht ajo java e dashurisë, e cila finalizohet të shtunën me 14 shkurtin. Ndaj për t'i paraprirë, ndoshta dhe ide dhurata që ju jeni duke menduar t'i bëni njëri tjetrit në këtë ditë të kuqe dashurie, do të flasim për librat të cilat trajtojnë temat të dashurisë. Historitë më të bukura që kanë ardhur nëpërmjet librave, ne do t'i ndajmë sot nëpërmjet përshtypjeve të ftuarve tanë që vinë sot në statusin e lexuesit. Pra, cili do të jetë libri që ata kanë zgjedhur për sot për të ndarë me ne dhe historia më e bukur e dashurisë që ata duan të na rrëfejnë nëpërmjet leximeve të tyre. Po kështu do ta nisim në fakt në pjesën e parë me ata filma të cilët kanë frymëzuar shumë regjisor apo producent filmash për të shndërruar pra një histori romani në një film me metrazh të shkurtër apo të gjatë apo seriale, se ka shumë formate të ndryshme le të themi që janë inspiruar pikërisht nga historitë e romaneve të ekranizuara. Madje duhet thënë që shpeshherë kur ti zgjedh të shohësh një film, nëse të jepet pikërisht ky lloj kriteri, romanet e ekranizuara, e ke të sigurt që do të jetë një histori e bukur, pavarësisht se ndoshta realizimi është në nivelet e librit apo jo, kjo mbetet për tu diskutuar, po gjithsesi është një garanci dhe kurioziteti pa diskutim të shtyn shumë të shohësh filma të kësaj natyre, sepse kanë gjithmonë një histori të bukur. Ne do të flasim me të ftuarit tanë pra edhe një herë për histori të tilla, do të kemi një përmbledhje le të themi këtyre historive të bukura roz, po kur themi roz duken të apo janë histori të fuqishme të cilat mund të kenë ardhur në formë dramash edhe tragjedisht nganjëherë, dashuria e përjetuar fort vjen në forma nga më të ndryshmet nëpërmjet historive të librave, të cilët në fund fare duket se e marrin sfundon edhe nga jeta e vërtetë, kështu që prandaj dhe emocionojnë dhe prekin. Do të presim të ftuarit tan pa humbur kohë, e para që vjen ajo është avokate e mirënjohur, kemi kohë pa pasur në studio, kështu që e mirëpresim sërish me shumë kënaqësi, Enida Bozheku, e presim. Enida, mirë se erdhe, na kishte marrë malli të të kishim në studio. Kënaqësi që të kam këtu edhe mezi pres të na thuar se çfarë do ndash me ne. Të ftoj të ulesh. Vazhdojmë presim një tjetër të ftuar në programin ton. Kënaqësi e veçantë që e kemi pa diskutim, regjizori Eno Milkani, e presim. Eno, mirë se erdhe i dashur Eno. Kënaqësi që të kam këtu, sikur na heq pak edhe mallin e Piros. Na ka marrë malli për Piron ne. Kemi dashur shumë edhe kujtojmë vazhdimisht. Falenderoj shumë. Të ftoj të ulesh. Vazhdojmë presim një tjetër të ftuar. Ajo është përkthyese, aktiviste, opinioniste për barazinë gjinore dhe çështje sociale. Rajna Kovaçi, e presim. Rajna me mimozat, falenderoj shumë. Sa e bukur që nge bërë. Ti na sjell për ditë pranverë në shtëpi. Se ne nuk puthemi dot në televizion se bëjmë. Shikoj dashur, ti na sjell në pranverë në shtëpi për ditë. Kështu që je tamam si një mimoz. Falenderoj shumë, të bukura, të freskëta, gjithë aromë, shumë faleminderit. Edhe ti dukesh gjithmonë bukur. Më pëlqen. Syze skeleti syzeve shumë i goditur. Të ftoj të ulesh. Faleminderit që je me ne. Vazhdojmë me të ftuarën tjetër që vjen në studion ton. Ajo është gazetare, autore librash për fëmijë, Rovena Rozhani, e presim. Rovena, mirë se erdhe dashur, bukur edhe ti me perla të gjitha zonjat sot në studio, më pëlqen kjo që të gjitha me perla. Me sa duket edhe perlat me romancën janë të lidhura. Kam përshtypjen që ajo ju ka frymëzuar për të veshur kështu në këtë stilin, disi më shik sot. Falenderoj shumë që je këtu. Ne të ftoj të ulesh. Dhe vazhdojmë presim të ftuarin tjetër në studio, ai është poet Albi Lushi, e presim. Albi, mirë se erdhe, falenderoj. Edhe ti me këto detajet e bukura. Në nivelin e duhur, si do pjesës tjetër të panelit. Falenderoj që je këtu, të ftoj të ulesh. Ja tek jemi të gjithu. Unë besoj që sot është një temë shumë e bukur. Ju ka pëlqyer dhe juve me siguri kur bëhet fjala për librat e ekranizuar, fillimisht dhe më pas sigurisht me titullin që ju do ta sugjeroni. Secili i ftuar ka zgjedhur një titull që unë mezi po pres ta shoh, cili është, çfarë keni zgjedhur, dhe ta sugjerojmë ndoshta për publikun, për ta blerë gjatë kësaj jave të dashurisë. Si është fillimisht ajo ndjesia ju e parë kur bëhet fjala për marrjen sfundën nga romanet? Çfarë ndjesish ju jep kur dëgjoni që një film është realizuar pikërisht bazuar në një roman të caktuar? Rreth të parë kuriozitet, të parë kush janë aktorët që e lozin. Dhe pastaj është një lloj rikalimi, kujtimit që ti ken përmes fantazisë zhvilluar nga libri,
ekranizuar, mirë po ndjesia shpeshherë është pozitive, por dhe zhgënjyse, se detajet e librit nuk dalin kurrë në pan nëpërmjet filmave, dhe pse ka filma shumë të bukur, po përgjithsisht libri ngelet ajo dashuria e parë dhe edhe kritika më e madhe kur pastaj ti sheh filmin në ekran atë aktorin. Nëse nuk e loz mirë, fillon dhe thua jo nuk e shoh më. Patjetër. Unë nuk mendoj që ndodh gjithmonë kështu, por besoj që është sfidus të marrësh një roman edhe ta shndërrosh në film, apo jo, Eno, si mendon? Sigurisht janë dy arte krejt të ndryshme. Letërsia flet me fjalën, fjalët duhet të nxisin imagjinatën, kurse kinemaja, ajo e vërteta, presupozohet të flasi me imazh. Do më thënë, ato fjalët të kalojnë tek imazhi, pra të reduktohet e dialogu sa më shumë tjetë e mundur. Patjetër, po problemi është kur ti ke lexuar librin dhe duket sikur po e teston regjizorin aty, është një provë të dyfishtë. Por, thash janë të kundërta, por që ndihmojnë njëra tjetrën dhe mos harrojmë që ka edhe libra që janë shkruar mbasi është bërë filmi. Filmi ka qenë i suksesshëm dhe e kanë bërë edhe libër. Dhe sigurisht është një model për të parë nëse filmi ka qenë, është vërtet i mirë, aq sa ka qenë dhe libri, se gjithmonë bazën kinematografia me shumicë ka nga letërsia pa diskutim, por tek e fundit ata që kanë lexuar librin pa diskutim shkojnë me shumë ëndje në kinema për të parë, sepse do bëhet gjithmonë objekt diskutimi. E ka bërë filmin mirë, se ka bërë jo në libër ishte kështu, po pse se ka bërë si libri, pse e ka shkurtuar e tjerë. E vërtet. Se libri është gjithmonë më i gjatë, historitë në libër mund të jenë më të gjata, ndërkohë filmi 90 minuta ose 120 minuta duhet të treguohet gjithë ajo histori. E vërtet. Pa ma, Rajna, si mendon ti? Edhe Rovena sigurisht se e pashi u bërë gati, do të thënë, çfarë ndodh? Si është fenomeni më i zakonshëm? Pra filmi gjithmonë zgënjen në raport me librin, apo ka raste kur janë në të njëjtin nivel, ose ndoshta edhe superon, se edhe të tilla mund të kemi. Libri për shembull më mbetet më gjatë në mendje dhe kur e shoh filmin i krahasoj në një farë mënyre, por ama filmi më plotëson tjetër gjë. Se sa ma jep letërsia, është një magji, është një mrekulli. Pra, libri nëse bukur... ty do t'jep e filmi dhe libri, po. Se ke lexuar librin përpara, dhe zgjidhe merë, kë do shohësh, ose kë do lexosh, nga do ta nisësh? Do shoh librin. Do shoh librin. Do shoh librin. E bukur kjo, e vështirë zgjedhja, me shumë të drejtë, se të dyja dëshiron ti, por nga do ta nisi atëherë? Po më pëlqen edhe filmi shumë. Më pëlqen shumë edhe filmi. Do nisje nga filmi dhe pastaj do lexoj librin? Dhe pastaj do shikoja që çfarë ka lënë filmi pa marrë tek libri. Kush janë ato hollësitë të cilat filmi nuk i jep dot, po jep vetëm letërsia, e cila mbetet brenda meje më gjatë se sa filmi. Rovina, si mendon ti? Unë do ta kthej pak në planin e brendshëm dhe personal, sepse si shkrimtare për shembull si provon kur je si skenariste. Edhe po bisedonim madje me Enon pikërisht për diçka në të ardhmen, se si transformohet një libër në një skenar. Për një shkrimtar është shumë sfidë, sidomos kur merr përsipër ta bëj vetë skenarin, kur është një skenarist tjetër, pastaj është një tjetër problem që sa i kënaqur shkrimtari me skenaristi gjithmonë është krahu i regjizorit, është pjesa e dialogistit që ne nuk e kemi shumë të zhvilluar në kineman ton, që të bëj ato batutat e forta, që jo të gjitha qëndrojnë ashtu siç janë në libër, përgjithsisht nuk qëndrojnë siç janë në libër, sepse do duhet i përgjigjen pikërisht gjuhës së kinemas, dhe është një sfidë më vete. Unë e kam përjetuar me Fanin për shembull dhe më jep një këndvështrim komplet tjetër të mënyrës se si ti e shkruan pastaj skenarin, qoftë edhe në formën se si e bën, por edhe kur regjizori të kërkon shiko se kamera më do këtë, se unë dua këtë skenë, dua t'ja pak më suspans, kësaj dhe ti fillon në fund, skenari është një krijim më vete nga libri. Të paktën për mua, për Voja, është e tillë. Dhe ndoshta nga kjo fillojnë edhe ato mospërputhjet, mosdakordësitë ndonjëherë që lindin edhe brenda ekipit, një autor mund dalë dhe thotë që regjizori, por nuk është vetëm regjizori, nuk ka regjizori i thotë autorit, libri thotë nuk dua të përshkelësh në setin e filmit. Ajo nuk diskutohet, atë kemi parë edhe në teatr. Si jemi në premierën e filmit. Kam një përvojë në teatr. A e ndodh kjo apo jo? Që ndryshe do ishte vështirë. Kem pasur një përvojë të tillë në teatrin e fëmijëve, që ka thënë regjizoria jashtë të gjithë, prindrit sidomos, prindrit e fëmijëve të gjithë jashtë. I thashëm po unë, jashtë edhe ti. Po mirë, i thashëm në rregull, i thash po ke një problem te skena këtu. Tha mua jo, shumë në rregull skena. Pas 2 javësh tha të lutem, tha rregullo skenën, tha se kishe të drejtë që duhet rregulluar kjo. Po gjithsesi është shumë normale që të ketë konflikte profesionale, le themi në këtë pikë. Është një bashkëpunim i bukur, i frytshëm, ka dalë një shfaqje jashtëzakonisht shumë e bukur, pikërisht për regjisorët. Albi, si mendon ti? Shiko, unë mendoj që
pavarësisht shkrimtarit që shkruan librin që patjetër mund të jetë një kryevepër, edhe filmi mund të jetë kryevepër, por ajo që zhgënjehet, ai që shikon filmin nuk zhgënjehet nga cilësia e filmit, sepse ajo është shumë normale, mund të jetë edhe kryevepër edhe ajo. Thjesht sepse libri nxit imagjinatën, edhe filmi ty të prish atë gjën që ti ke imagjinuar për personazhin, për ngjarjen. Ti ke bërë filmin tënd. Ti ke bërë filmin tënd në kohë. Ke një variant. Pra ti je regjizori i filmit tënd me atë që ke lexuar, me atë që ti mendon, me komplet botkuptimin tënd si lexues, pastaj e kundërta pastaj që të shohësh filmin dhe pastaj të lexosh librin, pastaj kjo më duket nuk para ndodh, ose në qoftë se ndodh, nuk e di pastaj, nuk nga ndodh. Shiko, nëse i shikojmë pa këtë pozitën gjykuese, se ne kemi shumë qejf që t'i gjykojmë dhe t'i krahasojmë gjërat, mund t'i shijojmë ashtu siç thash si dy vepra më vete. Nuk kemi nevojë. Është vështirë të dalësh, ti je aq i ftohtë. Mirë, nuk mund të jemi aq të ftohtë gjithmonë. Por ndoshta do të mund t'i themi vetes një moment që Albi thotë kështu, nëse ke lexuar librin përpara dhe filmin e sheh lehtësisht, edhe mund ta bësh krahasimin. Po nëse të del filmi përpara, zor thotë se merret mundimi të lexohet pas libri kur. Mundet varet nga shihet e tua dhe nga vendosmëria për të shkuar rralla sa njerëz. Sepse ndodh e kundërta, sepse në momentin që ti lexon librin, fillon edhe të imagjinosh skenat që ke parë në film dhe ky është ajo gjëja që e pengon njëra tjetrën. Dhe prandaj sugjerohet që nëse do të shohësh një film të mirë dhe je kurioze për librin, mos e shih pa lexuar një herë librin, që pastaj të kesh mundësi. Mirë, shiko se ne me Verën këtu në tavolinë, po pa bërë një gëzuar, biseda e mirë. Gëzuar, se gjithmonë bisedat për librat nuk e di pse po shkojnë gjithmonë me një gotë Verë. Ndoshta ato kuqe mund të kishit preferuar ju, po edhe e bardhë është më e lehtë e më mirë. Gëzuar për librat, për filmat, për dashurinë. Gëzuar. Me që përmendëm dashurinë edhe do dorim që tema në fakt sot të përqendrohej pikërisht këtu, biseda. Filmi më i bukur, le të themi që është përqendruar tek një histori romani, të cilin ju e vlerësoni dhe keni shijuar pafund. Nëse do të ktheheni tani dhe ti filloni të kujtoni gjithë romanet ekranizuar që keni parë, që kanë në qendër një histori dashurie, se ka plot të tillë në fakt. Sigurisht. Cili mendoni, domethënë për shijet tuaja, cili është ai që ka ardhur në një nivel të mirë realizimi? Shiko, ka shumë filma që kanë histori dashurie, po thuaj se në çdo film ka histori dashurie. Po, ata që vinë nga romanet, sepse në qoftë se flasim për dashurinë, duhet flasim për, të themi, për aq raste sa edhe njerëz ka, jo globi, po dhe ata që nuk jetojnë më, pra flasim për 100 milion raste dashurisë, sepse çdo njeri ka dashuritë e tija. Miliard, në qoftë se këte miliard, 100 miliard, 100 miliard. Në qoftë se do flasim për filmat, atëre këto historitë e dashurisë fillojnë ndoshta shumë bukur me Chaplinit. Dritat e skenës, dy aktori, balerina, komiku që dashuron, një histori dashurie shumë e bukur që është jep shpresën dhe për përpara. Pastaj ke Bashkë me Erën që vjen më vonë. Po filmi më ndoshta më që flet tamam për dashurinë do thoya është Love Story. 74, ku edhe muzika e filmit u bë shumë e famshme. Prej filmit, Francis Lay ka qenë kompozitori, Ryan O'Neal, Ellie McGray aktore, histori dashurie, e vërtet. Një djalë i pasur, një vajzë e varfër, klasike, por ata kalojnë barierat sepse janë të dashuruar, është dashuria e vërtet në mes. Po, dhe një histori e vërtet, e cila me sa duket përfundon me dhimbje. Pra, duket sikur historitë e vërteta që përfundojnë me happy end, se janë reale. Më duket që u ndaluan këto filmat që një mashkull i pasur martohet me një femër. E mirë, do ta trajtojmë në një program tjetër, do të jetë mos asgjë gativa. Po them, ky është filmi, që bëri buj në vitet 70 ishte filmi më i parë, domethënë. E qartë. Elida? Në fakt ato që janë triumfatorët edhe në gjithë historinë edhe Oscarave, lidhet me krenarin dhe paragjykimin dhe majet e thepisurave të motave bëmte, që është kinema. Tani ka dalë një nga versionet e reja, po që është romanticizmi puro. Në momenti i letërsisë fillon me ato të dyja, motrat Brontë. Charlotte dhe Emily Brontë. Problemi është që ti kur i lexon dhe i sheh dhe kur sheh, aty më shumë mrekullia e dashurisë te këto filma është
tek kompoziteti veshjeve, sepse janë filma në kostum, Filma historik, dhe po. të tërheq ajo eleganca e femrave, të qenurit femër, dhe se si kjo dashuria vjen në një mënyrë të ëmbël, të ngadalt dhe të fshehur, pra me turp. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Ne në kohët e moderne sot e kemi harruar këtë, sepse dashuria sot është bërë kështu fast food, shumë e shpejt. Dhe këto, për mua, këto dy filma ngelen ato epiket e kohëve moderne, gjithmonë në romanticizmin e puro. Pastaj ka dhe shumë të tjerë, tramat janë nga më të ndryshme, Romeo dhe Julieta, po përfundojnë keq, ndërsa motrat Bronte në atë trendin kundërt e përfundojnë bukur, përfundojnë me këtë dashurinë e këtyre. Dashuria triumfon, Po, gjithmonë. triumfon në gjitha vështirësitë, dhe kjo është një gjë pozitive. E vërtet. Rajna, Më pëlqejnë shumë veprat e Shakespeare-it. Ti shikoj dhe dramë, ti lexoj, po dhe filma. Dhe më thënë, unë ishë në përgjithësia munduar t'i kem në të treja versionet. Dhe më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë. Pa shkuar, dhe më thënë, tek Oscarat e sot. Romeo dhe Julieta atëri bie që tjetë me Leonardo DiCaprio, ndoshta? Me Leonardo DiCaprio, mendon që shumë mund tjetë? mrekulli. Ka disa variante. Ka disa variante, ka shumë variante. Nisa nga që si më i fundit kam përshtypjen është ai, apo jo? Ai më jëmbli. Më ëmbli, më bashkohori. Po që ai është realizimi Ose Conte Monte Cristo ka dalë një version i ri, tashti është krejt ndryshe nga versionet që kemi parë. Po libri ka vlerat të tjera. E qartë. Filmi ka lërë. Rovina, Do më thënë të gjitha sa përmendën këtu i kemi, po përpishem të jap 2-3 tituj të tjerë, për shumë Gatsby i Madh. Great Gatsby i Madh, po. Është një mrekulli, do më thënë. Atonement, që ka qenë më njëherë pas filmit, ka dalë përmirë më njëherë pas filmit Trishtimi i Zonjës Schneider, një histori dashurie në luftën e dytë botërore në Angli, shumë i bukur. Ana Karenina, me Vronsky, me Sytë Bojqel, është një prodhim rus, apo bashkëprodhim nuk e bajmë, se kam kohë pa e parë, por ri me këtë ndjesin që thotë Nida, kur janë këto filma që na çojnë pas në kohë, janë ato kostumet, e vlerësoj sepse është jashtëzakonisht shumë e vështirë që kinemaja të riprodhojë historinë ashtu si që duhet pik më pik. Qoftë në skenat të mëdha, qoftë në kostumografi, do më thënë si ndërton realitetit, apo një qytet që ndoshta nuk është më ato që krijojnë skenografi në për studio, e tjere tjere. Kështu që unë do veçoja këto trepon, të them të drejtën shumë e vështirë, sepse janë pa fund filmat. Albi, Shko mua më pëlqen që kjo pjesa e filmave historik më pëlqen shumë si zhanër, sepse e shikoj, po bëja një ditë një krahasim me pjesën e Marie Antoinetën. Është fantastik, edhe në libër nuk diskutohet, por edhe kështu e realizuar si filmi është shumë e bukur dhe në libër ke parasysh të Zweigut, apo jo? Marie Antoinetën. Marie Antoinetën jo se ka shkruar Zweigu? Vjen si biografia. Ato kam lexuar me Zweigut. Po, varet për versionin. Tash i varet kush mbështetur filmi. Po. Është jashtëzakonshme nga mënyra se si e kanë konceptu, ajo aktoria është brillante, tregon, po domethënë ajo dashuria që bën që ke pasur ajo martesa me Luigjin, pastaj dashuria e fshet me atë oficerin e pallatit, domethënë është jashtëzakonshme, mua më pëlqen shumë paktën. Ose ka dhe këto libra që thuhen erotik, po që për mua nuk është kjo historia e Dorian Gray, 50 vjet e Grey. 50 vjet e Grey. Por që jo, pjesa e dytë, pjesa e letërsia, jo, nuk e fusin fare këtë. Është tjetër gjë. Pjesa e dytë është goxha e bukur kur dashurohet, ke parasysh është për mua janë libra dhe edhe filmat të realizuar. Më mundja të portreti Dorian Grayt, kur theti 50 vjet e Greyt, imagjinova atë në fillim, që dhe ai ka ardhur i ekranizuar. Po të shikojmë historinë njerëzore, veprat e para që flitet për dashurinë, themi mbrapsht tek Homeri. Penelopa, që shtur, e thur... Që do vi dhe Odisea, unë me zbu e presë të verë, kemi një periud në bas... Helena e Trojës, Herkuli, jemi rritur në me këto filma. Me filma, që se shifrim gjëra tjera, këto i shifrim. E shkruaj, dhe pastaj në këtë zhvillimi njerëzor vjen një periudhe mes jetës, ku nuk flitet për, nuk shkruhet për dashurinë. Nuk shkruhet, sepse ishte vetëm kisha, biles një lloj obskurantisti që nuk flitje, dhe pastaj vim në vitet 1500 me Shakespeare-in, që fillojnë tragjedit, klasicizmi, rilindja, dhe duhet i shikojmë të ndara se si janë këto histori. Se cili prej nesh atashohet, kam përshtypjen me një
periudhë të caktuar. Për shembull, kur flasim dashuria, gjë e parë në mendje thua Romeo dhe Julieta. Patjetër. Thjesht janë ndoshta këto, siç është një fe që njerëzit që njerëzit kanë nevojë t'i adresohen, kur vjen te puna e dashuria i adresohen Romeos dhe Julieta, po kur flasim pastaj në jetën tonë të përditshme, ajo duket çik shumë. Kur ka intriga kemi Macbethin për shembull. Flasim për Shakespeare një është diskutueshëm dhe nga që është më i njohuri e kanë më të thjeshtë kur duhet gjë më e parë që kujtohet është Romeo dhe Julieta në këtë rast. Për një dashuri të përshtatur në kushte të caktuara historiko-sociale. Pra, ndryshe dashurojnë njerëzit në 1700-ën, në 1800-ën e pastaj ndryshe në ditët tona. Dhe kështu duhem parë. Dhe sigurisht herojnë tanë ndonjëherë janë ata të 1800-ës. Përgjithsisht, klasika. Piro Milkani ka realizuar ndonjë nga filmat e vet bazuar mbi romane? Sigurisht. Cili ka qenë për shembull? Ballë për ballë. Ballë për ballë. Po. Shëmbja e idhurve nga Skënder Dërini apo ka bërë skenarin, po ballë për ballë pa diskutim, se është tek dimri i madh. Po. Që është një realizim goxha i fortë edhe ai, ëh? Për kohën ka qenë sepse ka qenë një filmi më i shtrenjtë në historinë e kinostudios. Në atë kohë, po sigurisht për mbetet me vlera. Masive të tjera. Po filma me histori dashurie në filmat tanë, që janë të mbi romanet ekranizuara, pra që kanë marrë spunt të cili është një që spikat, që ty të vjen ndërmend tani i pari. Nëse kujtoni dhe i ktheni pas. Që në filmin e parë filmave tanë, ne i shohim me shumë kënaqësi ata filmat e asaj periudhe, të realizuar në atë kohë. Me të mira dhe me të... Sikur nuk lejoj shumë dashuria në për ato film atëherë. Kontekstit. Kohën e realizmit socialist. Një film mua nga përshërë gjithmonë, është dhe paka shumë e brezit, unë dua erën. Që është një nga ato adolescenciale, por që dhe e ndaluar dhe e lejuar. Po, që zë merim edhe zonja nga qyteti, në vetë vete ka atë histori në një dashurie. Ashtu është brënda. Shumë të bukur dhe të një niveli realizuar me shumë elegancë. Që ndoshta nuk është vulgar, të le ta kuptosh ato shikimet e tyre, se duhet isha lexosh edhe filmin. Dhe përgjithsisht, kinematografia shqiptare, pak nga këndvështrimi im, i këtyre lloj filmave ka qenë shumë nuk ato ndikimet politike, të partisë, të lihet të realizmit. ndrojen brenda kufirit të moralit të kohës, padyshim, por që e nxirrte dashurinë si një vlerë të shtuar. Me të gjithë dinamikat si vlerë njerëzore. Kanë përshtypjen që në filmat e periudhës së realizmit socialist dashuria nuk ka qenë kaq le të themi kaq e plotë, jo pa ndikime, sepse ato personazhe që kishin realisht, le të themi, këto dozat e dashurisë çoheshin në nota negative dhe pasqyroheshin si personazhe negative, si personazhe negative armiqt popullit. Po e flas nga një përvojë që kemi studiuar dhe një film të fundit. Është e vërtetë. Edhe nëse merresh spunto romanet, nuk ishin romane me histori dashurie në përgjithësi ata që ekranizoheshin. I vinin romanet me tema më të mëdha, më të thella. Dhe kur vihej dashuria në kinema, dashuria ishte më periferike, ishte si aksesor linja e dashurisë dhe të rregullave të asaj kohe. Derisa nuk lejohej puthja për qafimi atëherë. Për shembull ti me një të deklasuar nuk mund të diskuton më shumë. Nuk ishte shanse. Ajo, kjo është një temë shumë e gjerë. Ta bëjmë një gëzuar një herë të gjithëve. Gëzuar. Dhe ndërkohë që ju shijoni verën këtu, mua më duhet të zhvendosem në këndin tjetër të studioson, sepse kam një lajm të bukur për të ndarë me të gjithë miqtë që na ndjekin nga ekrani. O, sa bukur. Ndërkohë në tavolinën time kam britur një dhuratë speciale. Ja te ke kemi. Oh, fantastike kjo sport, fantastike. Ja po e lëm këtu letrën. Në fakt, ndodh shpesh kur dëshiron diçka të mirë, ose kur të kap malli për Italinë e bukur dhe nuk udhton dot fizikisht, e bën udhëtimin përmes linjës sapori editori nga Conad. Çdo produkt të çon në një zonë të veçantë italiane dhe secili ka historinë dhe traditën e vet. Për shembull, e jani me mua dhe t'ju tregoj se kur dua të shijoj Toskanën e bukur, një cop pecorino toscano dop dhe me njerë ndihesh me diellin mbi kodrat e ullinjve, ajrin e freskët të fshatit dhe për ëmbëlsirë, Cantucci Toscani IGP, krokant dhe të ëmbël, një kafshim dhe me njëherë sikur je duke ecur mes rrugicave të fshatrave toskan.
Udhëtojmë drejt Napolit dhe Bregdetit të Amalfit. Një copë mozzarella di bufala dhe pak passata di daterini. Freski, diell dhe aroma e vërtetë e Amalfit me njëherë në tavolinën tuaj. Tani, imagjinoni një piknik, buz liqeneve të veriut me brezaola della Valtellina, IGP dhe parmigiano reggiano DOP. Brezaola e maturuar brez pas brezi, parmigiano që shpërthen në shije dhe histori. Një përvojë që të bën të ndjesh pjesë e trashëgimisë së pasur italiane. Shijojmë pak diellin e jugut me pomodori seki di Puglia dhe tarali pugliesi. E sigurisht një copë nuk mjafton, duhet gjithmonë edhe një e dytë. E përfundojmë udhëtimin ton në Rom. Pecorino Romano DOP, i fort, aromatik, pak guanciale per carbonara, aroma dhe shija që të çojnë direkt në një trattori të vogël duke parë rrugicat dhe kishat historike. Na u hap oreksi tani, edhe me këto udhëtim shihesh në Itali përmes saporit dintorni, të vjen t'i provosh të gjitha dhe të mos ndalesh më. Faleminderit Kona, që ishe me ne, kemi publicitet, do të kthehemi me njëherë pas pak.